Mirë se vini përsëri në Shajm Podcast. Unë jam Alex. Dhe unë jam Simon. Dëbëvuar? Jo në këtë jetë, por sigurisht jam e frymëzuar nga trashëgimia e saj. Sot do të flasim për barazinë gjinore dhe kohezionin social, dy vlera që BE-ja i mbështet fuqishëm, dhe do të eksplorojmë se si stereotipet gjinore të ngulitura thellë ndikojnë tek ne të gjithë, individët, komunitetet dhe shoqërinë në tërësi. Dhe, më e rëndësishme, çfarë mund të bëjmë realisht për këtë? Cilat hapa mund të nxisin komunitete më të forta dhe më kohezive? Ky është plani, në fakt. Le të fillojmë duke sqaruar disa terma kyç. Pastaj do të shpjegojmë ndikimin e thellë të këtyre stereotipeve dhe në fund do të shohim si mund të kalojmë nga thjesht vetëdia në një veprim të vërtetë. Okej, fillimisht konceptet. Kur flasim për barazinë gjinore, çfarë po themi me të vërtetë? Në thelb, sipas strategjisë së BE-s për barazinë gjinore, kjo do të thotë që gratë dhe burrat, në të gjithë diversitetin e tyre, janë të lirë të ndjekin rrugën e zgjedhur në jetë, kanë mundësi të barabarta për të ecur përpara dhe mund të marrin pjesë dhe të udhëheqin shoqërinë tonë evropiane në mënyrë të barabartë. Pra, ka të bëjë kryesisht me drejtësinë dhe lirinë. Këto janë fjalët kyçe që po dëgjoj nga ty. Pikërisht. Dhe për ta bërë këtë realitet, na duhet më shumë se sa drejtësi apo liri individuale. Na duhen shoqëri që e mbështesin këtë. Këtu hyn kohezioni social. Dhe nuk është thjesht një koncept për të ndjerë mirë, është një angazhim i përcaktuar në ligjin e BE-s. Neni 3 i Traktatit mbi Bashkimin Evropian thotë se BE-ja do ta promovojë kohezionin social dhe solidaritetin ndërmjet shteteve anëtare. Kohezion social, po, kjo ka të bëjë me besimin, solidaritetin që na kanë të bashkuar, duke siguruar se secili të ndihet pjesë e komunitetit, edhe kur kemi dallime. Por, një pengesë e madhe për këtë ndjenjë të përkatësisë është mënyra si gjykojnë paraprakisht njerëzit. Kjo na çon drejt për drejt te stereotipet gjinore. Ky grup idesh të thjeshta dhe të përgjithshme se si duhet jenë burrat dhe gratë, si fizikisht ashtu edhe mendërisht, dhe çfarë pritet të bëjnë. Dhe për ata që ekzistojnë jashtë këtij binariteti, stereotipi shpesh është se ata thjesht nuk ekzistojnë ose se identiteti i tyre nuk është i vlefshëm. I dim klishet e vjetra, djemt nuk qajnë, grati përkasin kuzhinës, dhe për personat jo binar, refuzimi është po aq dëmtues sa çdo rol tjetër i përcaktuar. Dhe është mjaft rënditëse se si këto paragjykime të përditshme mund të minojnë barazinë. Ndonjëherë edhe përpara se ndonjë ligj apo politik të shqyrtohet. Dhe ja diçka që e thekson seriozitetin. Zyra e komisionarit të lartë të OKB-s për të drejtat e njerëzit i sheh stereotipet gjinore të gabuara. Si të thuash një shkelje e përhapur e të drejtave të njerëzit, por që shpesh injorohet. Shkelje e përhapur e të drejtave të njerëzit. Këto fjalë janë shumë të forta. Pse kjo gjuhë kaq e ashpër? Po, mendoni pak. Kur këto stereotipe diktojnë perspektivat e punës tuaj, çfarë pritet nga shoqëria që të jetë prioriteti i jetës tuaj, ose edhe vetëm si lejohet të shprehesh, ato në thelb ju marrin pavarësinë tuaj apo jo. Ju vendosin në një kuti para se të keni mundësi ta zbuloni kush jeni apo çfarë doni. Ka kuptim. Po, a ke ndonjë shembull specifik si ndikojnë këto pritshmëri gjinore në jetën e njerëzve? Absolutisht. Për gratë, një shembull i madh është të gjykohesh mbi pamjen ose gjendjen emocionale të perceptuar. Madje edhe në vendet e punës ku kjo nuk duhet të ketë rëndësi. Ja, rasti i famshëm i Ann Hopkins në Pricewaterhouse. Ajo ishte menaxhere e lartë, aplikoi për partneritet në vitin 1980. Ishte performuese e shkëlqyer, solli miliona. Por, pavarësisht performancës, kërkesa ju refuzua. Vlerësuesit i thanë literalisht se duhet të ecë, flas dhe vishet më themërisht. Çfarë do thotë kjo? Sugjeruan të vendoste make-up dhe të buzëqeshte më shumë për të përmirësuar shanset e veta. A mund ta imagjinoni? Seriozisht? Rasti i saj shkoi deri në gjykatën e lartë të Shteteve të Bashkuara dhe në 1989 gjykata vendosi se mbështetja në ato stereotipe shkelte ligjin federal. Vendim historik. Patjetër, por të bën të mendosh sa versione më pak dramatike ose thjesht më pak të dukshme ndodhin çdo ditë, duke minuar karriera në heshtje. Çfarë lloj të tjera stereotipesh ndikojnë te gratë? Kemi idenë e qëndrueshme se gratë janë emocionalisht të paqëndrueshme ose dramatike. Ky stereotip supozon se gratë nuk mund të marrin gjithmonë vendime autonome dhe të arsyeshme, si të ishin të drejtuara nga humori, jo logjika. Po, termi grua histerike është në thelb. Pikërisht, dhe e shohim edhe në realitet. Për shembull, një drejtor refuzon idenë e një gruaje sepse është shumë emocionale.
apo më shqetësuese, kur një doktor nënvlerëson simptomat fizike të një gruaje. Janë vetëm hormone, thon zakonisht, ose është gjithçka në kokën tënde. Pikërisht. Dhe pastaj është një tjetër pritshmëri e pazbuluar në shumë shoqëri, ndoshta disa komunitete kulturore apo fetare më fort, që gratë ta mbajnë jetën e tyre romantike ose seksuale shumë të kufizuar për, e dini, pastërtinë. Po, ky standardi klasik në fakt është ende i gjallë dhe i fortë. Me të vërtetë është, dhe kostot janë të heshtura, ndonjëherë të nënkuptuara. Mund të nënkuptoj që gratë ndihen të turpëruara ose e konsiderohen si promiskuese thjesht për përdorimin e kontraceptivëve, për marrjen e kontrollit mbi shëndetin e tyre riprodhues. Shumë dëmtuese është. Po, veçanërisht për gratë e reja, kur sapo po fillojnë të eksplorojnë seksualitetin e tyre, ai turp mund të paralizojë, mund t'i ndalojë të marrin informacion të saktë, t'i bëjë të frymësohen nga gjykimi dhe tragjikisht rrit rreziqe si shtatzanitë e padëshiruara ose problemet e patrajtuara shëndetësore, sepse kanë frikë të kërkojnë ndihmë. Për më tepër, ky kontroll mbi autonominë trupore është një shkak kryenar i dhunës gjinore. Mund ta shpjegojmë pak më shumë si lidhen stereotipet direkt me dhunën? Absolutisht. Kur ke një ideologji që thotë se vlera një gruaje lidhet me pastërtinë ose respektimin e një roli të caktuar, krijohet një justifikim për ta kontrolluar atë. Nëse ajo del jashtë këtij roli, duke i thënë jo një burri, duke u veshur në një mënyrë të caktuar, ose thjesht duke qenë e vendosur, ajo shihet sikur është duke shkelur normat. Këtu mund të shfaqet ngacmimi rrugor, intimidimi, detyrimi dhe madje dhuna fizike, si ndëshkim ose si mjet për të zbatuar ato norma të rrepta dhe për ta mbajtur pushtetin. Nuk është vetëm për veprimeve individuale, është kultura që i lejon ato. Pra, ideologjia gjinore dominante mund të shihet si një sistem kontrolli, ku dhuna është mekanizmi më ekstrem i zbatimit të këtij sistemi. Një kujtesë e ashpër e dëmeve reale. Po burrat a ndihen të kufizuar nga pritshmëritë gjinore? Sigurisht, burrat ndihen të shtypur gjithashtu, thjesht në një mënyrë tjetër. Burrave shpesh u thuhet të bëhen burra për të fshehur ndjenjat kur janë në vështirësi dhe kanë nevojë për ndihmë. Dhe vetmia është gjithashtu një faktor i madh rreziku për probleme serioze, mendore, po edhe fizike. Po, kjo lidhje me shëndetin publik është kritike. Dhe e di, duke menduar për këtë, ka një simetri të vërtetë se si këto stereotipe kthehen kundër nesh. Merrni stereotipin se gratë janë kujdestare natyrale ose roli i tyre është të jenë nëna. Kjo natyrisht lejon gratë që zgjedhin të mos kenë fëmijë. Për çfarëdo lloj arsye? Ndoshta një karrierë e kërkuar, që është thirrja e tyre e brendshme dhe vërtet ose thjesht zgjidhje personale. Por zakonisht shoqëria i sheh ato si të paplotësuara, të pakënaqura. Po, e vërtet. Ne ndeshemi me të njëjtin stereotip. Ai gjithashtu lë jashtë burrat që duan të jenë baballar të përfshirë, praktik. Ata mund të përballen me skepticizëm ose madje tallje kur kërkojnë leje prindërore ose hashtsin vështirësi në kujdesin e fëmijëve. Këto situata ndodhin sepse kujdesi konsiderohet ende tërësisht si punë e grave. Pra, është një stereotip që krijon pengesa edhe për burrat edhe për gratë, po në këtë rast i kthyer. Po. Dhe në të njëjtën kohë, individët jo binar shpesh përballen me refuzim dhe armiqësi thjesht për faktin që ekzistojnë jashtë këtij binariteti. Po, sistemi nuk ka një kuti për ta. Pra lufta nuk është vetëm të jesh në kutinë e gabuar, por të luftosh për të parë si i lishëm. Kjo do të thotë betejë të përditshme mbi përemrat, akses në kujdesin shëndetësor të përshtatshëm, ose madje vetëm përdorimi një banjoje publike pa pasur frikë. Pikërisht. Për personat jo binar, stereotipi kryesor është se identiteti i tyre është një fazë, një trend, ose nuk është i vërtet. Ky mohim i vetes është një formë unike dhe shumë dëmtuese e presionit. Dhe duket qartë se të gjitha këto ndikime individuale që kemi diskutuar, betejat në gjykatë, në vlerësimin mjekësor, vetmia e burrave, turpi ndaj grave pa fëmijë dhe prioriteti i fëmijëve për burrat, nuk dëmtojnë vetëm individët, por shkojnë përtej tyre, ato kontribuojnë drejt për drejt në ndarjen e shoqërisë. Duke dobësuar kohezionin social, që ti përmende, a mendon kështu? Po, në shumë mënyra. Kur njerëzit vazhdimisht shtyhen në këto kuti të ngushta, bëhet më e vështirë për të gjithë të ndihen si pjesë e vërtetë e komunitetit, apo jo? Një ndikim kryesor është dobësimi i besimit në institucionet tona thelbësore. Mendoni pak, nëse gjykatat, shkollat apo spitalet operojnë mbi stereotipe,
ndoshta duke ignoruar kërkesat e një gruaje, sepse duket shumë emocionale, ose duke supozuar se djemtë janë natyrshëm më të mirë në matematikë dhe duke i udhëzuar kështu, njerëzit fillojnë të humbasin besimin se u të trajtohen drejt. Në fakt, nëse nuk i beson sistemit që të sheh, pse duhet të angazhohesh në të? Fiks. Dhe rezultatet janë të prekshme. Vajzat e reja mund të shmangin klubet STEM sepse kanë dëgjuar se nuk janë për vajza, dhe djemtë mund të anashkalojnë orët e artit nga frika se u tallen. Rinia jo binare mund të ndihet krejtësisht e padukshme nga sistemi. Njerëzit mund të shmangin mjekët që nuk u besojnë ose të mos u besojnë mjekëve në përgjithësi. Viktimat, sidomos të dhunës gjinore, mund të mos raportojnë krimet. Ky shkatrim i besimit në institucionet themelore është një goditje direkte për kohezionin social. Ai i ndan njerëzit. Dhe pastaj ka këndvështrimin e shëndetit mendor që përmendëm. Po, kjo thellon krizën. Kemi këto norma të ngurta se si duhet të trajtohen emocionet. Burrat i mbaj për brenda. Gratë shpesh patologjizohen teprueshëm për të shprehur ndjenjat e ngjashme. Këto nuk janë vetëm probleme individuale. Kjo e prish ndjesinë, jemi të gjithë së bashku në këtë. Dhe do pson aftësinë e komunikimit për të mbështetur njëri tjetrin, veçanërisht kur kohët janë të vështira. Por tani problemet janë më të qarta, ndikimet janë më të gjëra. Me çfarë zgjidhet? Si e kthejmë këtë vetëdije në një veprim konkret? Mirë, duke filluar thjesht, një hap themelor për gjithë është thjesht të sfidojmë stereotipet kur i hasim në jetën e përditshme. Po, nëse dëgjon dikë thot djemtë nuk qajnë, pyet pse jo? Ose të bësh shaka që mbështetet në një stereotip seksist. Duken të vogla, por këto ndërprerje kanë rëndësi. Gjithashtu fuqizojnë zëra të ndryshëm, ndaj histori ose postime nga gratë lidere që i admironi, ose nga njerëzit që sfiduan pritshmëritë gjinore dhe jetojnë jetën e tyre autentike. Një ndryshim piksel pas pikseli i pamjes së madhe, hapi i parë në sfidimin aktiv të normave, roleve, marrëdhënieve dhe pabarazive të fuqisë gjinore. Dhe ju lutem, jeni konsumator kritik të medias. Analizoni paragjykimet që shihni në reklama, filma, programe televizive, madje edhe në AI. Pastaj pyeteni, për kë është kjo? Kush po lihet jashtë? Çfarë shumë supozime po bëhen? Okej, këto janë gjëra që të gjithë mund t'i bëjnë. Po strategji specifike për të rinj, ata të rinj të cilët duan që të sjellin një ndryshim. Shkollat janë një vend i shkëlqyer gjithashtu. Filloni një klub për barazi gjinore, ose bashkohuni me një nëse ekziston. Mund të udhëhiqni punëtori, ndoshta të shfaqni një film si The Coward që trajton këtë çështje, dhe të filloni diskutime rreth origjinës së stereotipeve dhe dëmeve që bëjnë. Dhe të shfrytëzoni hapësirat digjitale gjithashtu, apo jo, mediat sociale. Absolutisht. Imagjinoni të nisni një fushat në TikTok ose Instagram Reels me sfidën #The stereotype I shattered, ose diçka të ngjashme, ku njerëzit ndajnë histori të shkurtra për çlirimin nga pritshmëritë gjinore. Mund të jetë fuqizuese të krijosh histori pozitive kundër tyre. Sigurisht, stereotipet ndikojnë se si kuptojmë dhe ndajmë informacionin, kështu që të vendosësh narrativa pozitive të dukshme është çelësi për të ndryshuar mënyrën e të menduarit në mënyrë kolektive. Dhe politika, apo jo, a mund të ndikojë politika tek të rinjt? Po padyshim. Përdorni platformat online si ato të BE-s, pra portalin Have Your Say. Përmes këtij portali, çdo kush mund të marrë pjesë në konsultime online për politika dhe ligje të reja ose ekzistuese të BE-s. Rajonet e tjera kanë gjëra të ngjashme. Hartoni propozime konkrete. Advokoni për gjëra si udhëzime karriere të gjinisë neutrale në shkolla ose rishikimi i teksteve dhe materialeve për boshllëqe, përfaqësimi ose gjuhë të paragjykuar. Nxisni për politika më të mira për të parandaluar dhe adresuar dhunën gjinore. Dhe do të shtoja, lidhni atë me pamjen e madhe, shkollat, vendet e punës, klubet sportive, mediat, universitetet, grupet komunitare, çdo vend ku njerëzit jetojnë, punojnë dhe mësojnë, duhet të jetë pjesë e këtij transformimi. Por duke përmbledhur gjithçka, cili është mesazhi yt kryesor? Do të thoja, sfida e stereotipeve gjinore, përpjekja për barazi gjinore, është me të vërtet një akt i riparimit të strukturës sociale, ndërtimit të lidhjeve më të forta, nxitjes së solidaritetit të vërtet në komunitetet tona, duke krijuar hapësirë për gjithë, sinqerisht.
Dhe ndoshta një mendim përfundimtar për t'i lënë dëgjuesit tanë. Nëse këto stereotipe kufizojnë jo vetëm se kush na lejohet të jemi individualisht, por edhe se çfarë mund të arrijmë së bashku si shoqëri. Atëherë si mund të rishikojmë ndërveprimet tona të përditshme, fjalët që zgjedhim, supozimet që bëjmë, historitë që tregojmë, që të çlirojmë potencialin jashtëzakonshëm dhe të larmishëm që ekziston te secili prej nesh. Çfarë mund të ndërtojmë atëherë? Diçka për të menduar. Pas këtij reflektimi timin, ju falenderoj shumë që ishit me ne sot dhe të falenderoj shumë edhe ty Simon për këtë podcast të mrekullueshëm. Kënaqësia ime.